Rrezik global për shëndetin e fëmijëve, vaksinat e fëmijërisë në rënje alarmante. Një krizë e re po shfaqet në heshtje, gjithmonë dhe më pak fëmijë po marrin vaksinat bazë që dikur konsideroheshin një standard i padiskutueshëm i kujdesit shëndetësor. Një raport i fundit nga revista shkencore The Lancet tregon se miliona fëmijë, sidomos në Afrikë dhe Azi, kanë mbetur pas një vaksin deri në vitin 2023. Pandemia COVID-19, keq informimi dhe mungesa e fondeve janë ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë prapambetje. Vetëm në dekadat e fundit vaksinat kanë shpëtuar miliona jetë, por tani vendet që dikur ishin shembull suksesi përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian po përballen me rënje të ndjeshme të normave të vaksinimit. Ekspertët paralajmërojnë se nëse kjo prirje nuk ndalet, rrezikojmë të përballemi sërish me shpërthime të sëmundjeve të harruara si thruthi, difteria apo poliomeliti. Vaksinat kanë qenë një nga historitë më të mëdha të suksesit në shëndetësi, por po i lëm pas dore pikërisht tani kur na duhen më shumë, thot një nga autorët e studimit.